Nga familja e veprimtarit të vrarë Aki Imeri vjen një reagim pas shpalljes së listave me kandidatët për deputet nga partitë politike. Në këtë reagim thuhet se zgjedhjet e reja erdhën jo si nevojë, por si bllokadë e qëllimshme politike. Ndonse lëvizja vetëvendosje e guxoi fituan zgjedhjet bindshëm, opozita e arrestuar me listën serbe penguan formimin e institucioneve. Ata kërkojnë që të mbështesin fuqishëm qeverinë Kurti 3 për të zvogëluar bllokuesit e shtetit, siç përmendin në reagimin e tyre. Fatos Geci është kandidati për deputet nga lëvizja vetëvendosje që mbështesin familjarët e veprimtarit Aki Imeri. Të nderuar qytetar, Kosova po shkon sërish në zgjedhje jo për shkak të nevojës, por si pasojë një bllokade të qëllimshme politike. LVV dhe guxoi fituan bindshëm zgjedhjet nacionale, por opozita refuzoi të pranojë vullnetin e shumicës dhe u rreshtua hapur me listën serbe, duke penguar formimin e institucioneve dhe duke cënuar funksionalitetin e shtetit. Problemi i tyre nuk ishte vetëm Albin Kurti apo Glau Konjufca, problemi ishte qeverisja e drejtë, transparente dhe në shërbim të qytetarëve. Ky bashkëveprim politik solli bllokadën që e çoi vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme, prandaj kësaj radhe nuk ka vend për dilema. Kosovës i duhet një qeveri me shumicë të qëndrueshme dhe me mandat të qartë për të qeverisur vendin. Duhet ta konfirmojmë qeverinë Kurti 3 me mbështetje të fuqishme. Me 28 dhjetor duhet të dalim masivisht në zgjedhje dhe të zvogëlojmë bllokuesit e shtetit. Mbështesim fuqishëm numrin 116, lëvizjen vetëvendosje, guxo alternativa dhe PSHDK-n, numrin 96 për doktor Fatos Halil Gecin.